nuk do ta kishim problemin me buxhetin e Prishtinës. Të jeni të sigurt që Ekoran Murati do ta prek këta dygmen të thesaure, do t'ia vendos të gjitha parat vetanake të komunës së Prishtinës. Pra janë shere, kur nuk ka pas komuna duke kanë pas këtë problem desa Albin Kurti s'ka për shteta. Bën veç me prandaj as ligji këtë parë rap që të ligje që i kanë apostë. Ligji për vetë qeverisë lokale, ligji për financat publike dhe përgjithësitë, ligji për buxhetin e Kosovës, ligji për rregulloret e kuvendit komunale. Asnjë problem kurse kanë pas derisa Albin Kurti s'ka ardhur kryeministër dhe ka thonë fushat, nuk ju qes parë këta që si më votojnë kandidatë e mi. Prandaj, edhe po e përsëris qytetarët e Prishtinës le ta dinë të Kosovës, mos të kishte fitu përparim Roma Ekoran Murati stadja kështu fare të Prishtinës dhe nuk ish blloku trafiku. Nuk ishin blloku qerdhet. Prandaj kjo është një hakmarrje politike dhe unë e konsideroj që kjo është edhe një farë lloj diktature, një farë diktate dhe qytetarët le ta marrin mend, pra mos të fryhet ai Albin Kurti me 50% të rritjes së shtesave të fëmijëve, por le të bëjë një postim le të uroj qytetarët për rritjen e faturave të energjisë elektrike. Do t'ju thotë ja kum rrit 3 herë gjatë mandatit tim dhe ai le të kënaqur dhe për këtë edhe krenari edhe Blerim Gashi, le t'i përgëzojnë qytetarët se ja ka shtrejtuar rrymin 4-5 fish, ose mbi 150%, e le të gëzojnë me ka 20 euro që s'mund të paguajnë as rrymin elektrike dhe fëmijët e tyre janë rrjedhimisht shumë më të varfër se që u arrit shtesat në kufushat dhe siç e tha Artan Demosaj, e ka privatizuar buxhetin e Republikës Kosovës dhe po shpërndan miliona, ndërkohë ekonomia është në rënje, bizneset janë në rënje, energjia po vjedhet dhe po shitet dhe s'po ka prodhim në kek. Po e blinë sa po mundet mafia energjetike në Ballkan që u dheqet nga eksponent të politikës serbe dhe ish komandantëve të ushtrisë jugoslave. Prandaj kjo është çka duhet ju themi qytetarëve, le ta votojnë kanë duhen, jena në fushat, por që kjo është një